Me qindra besimtar musliman në Vlorë kanë falur në Pallatin e Sportit Flamurtar namazin e Kurban Bajramit. Besimtarët vlonjat, por nuk mungojnë atë besimtar me komsi të huaj, kryesisht nga Egjipti, Maroku, India, Franca dhe të tjerë. Falja e namazit të Kurban Bajramit është drejtuar nga Muftiju i Vlorës Ardit Hoxhallaku. Fjalën e tij përpara besimtarëve, Muftiju i Vlorës e ka përqendruar në disa pika. Gjithçka sipas Hoxhallakut nis nga familja. Familja është gjëja më e shtrenjtë në botë, e cila po cënohet dhe është detyra jonë që ta mbrojmë, ta duam dhe ta respektojmë. Pika e dytë është gjua, për të cilën Hoxhallaku thotë se të gjithë duhet të japin kontributin për ta ruajtur pasi po masakrohet. Nëse humbet gjua, tradita dhe kultura, një popull humb identitetin. Hoxhallaku thotë se gjua duhet përdorur gjithmonë për mirë. Pika e tretë është toka që ka dhuruar Zoti i gjithësisë. Teksa sipas Muftijut Hoxhallaku, në këtë tokë të gjithë kanë tentuar ta marrin. Sipas Hoxhallakut, mbrojtja e Deut është një përgjegjësi. Jemi zvogëluar sipas tij, edhe për faj të politikës e cila ka përdorur metodën e shpopullimit. Tokën atë deon tonë sipas tij po e shet politika. Hoxhallaku ka dhe një apel për policinë e shtetit që të bëjë detyrën siç duhet për të ndalur aksidente tragjike me pasojë humbjen e jetës. Si besimtar dhe si shoqëri në merat familjarë dhe ndërmare, kemi përgjuar që të realizojmë në çdo moment ku funcionon shoqëria zakonike. Ne besojmë në drejtë e çdo njeri, e çdo familje, por ne nuk të tolerojmë që në emër të familjes të bëjmë parada nuk mund të vetëm një kurse familje të një shenjë për të lehtë të arruar se i intereson në të vërtetë të qenë familje i familjes, por në të qenë në emër të familjes. Prandaj besimtarët duhet të jenë të dishëm se Allahu se cili përvejsh në modernja e sëndësana për përgjës në dësinë të tyre të përgjësi. Prandaj e besimtarë i përgjës në në parë për e të ofëse e familje tonë, e pastaj e shoqërinë tonë. Prandaj e të pyetje përgjësin e gjyki nga Zoti i gjithësisë për këtë përgjësi kemi. Pika e dytë është vëllezër e motra, ajo që Allahu mënduar në madhështuar të Allahut të tjerë. Nga Vlora nuk mungojnë as urimet për Kurban Bajramin nga besimtar vendas dhe të huaj të gjendur në qytet për të falur namazin. Zotin për këtë ditë që na i bëri të mundshme, falenderoj gjithë muslimanët dhe muslimanet dhe gjithë dashamirësit gëzuar festë Kurban Bajramit. India. Yes. Now in Vlora for Bajram. Bajram is good. Yes. It's very good. Dëshmoj dhe deklaroj se ka sot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë. Eid Mubarak. Assalamu alaikum. I am from India. Gëzuar Bajrami. Yes, I live in Vlora. I spent here one year. Very nice Vlora, and God bless him. Every people is very good, and Vlora also too much good, and a beautiful country also. Albania too much good. Albania is beautiful. Egyptian. Që burojnë nga zemrat e besimtarëve në këtë ditë. Ja. Në këtë ditë i dërguari i Zotit profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thotë Ja. se është dita më e mirë e vitit. Në këtë ditë ku çdo musliman gëzon dhe ka Salah. Kam sana fihna inta. 1 year. ku sot ka njerëz në shpinën e Allahut. Presim me gzim Cilët marrë e kemi përmendin atë Kjo është për dhe e madhërojnë atë. për gjithë. Në këtë ditë të nderuarit e mi, ne përkujtohemi se adhurojmë Allahun, Zotin tonë, një të vetëm, të pashok, dhe se ati i falemi, dhe se për të ne presim Për këtë ditë, ne presim
Ne jemi besimtar, besojmë në Zot, edhe në fe. Kemi respektin e njerëzit dhe jemi ka ndihmave të bashkëve. Po çdo vit me 3 djemë dhe nusën e me mbeta. Sa më mirë, po jo për mua, po për gjithë po më shqiptar. Belgium. I come from Belgium. Okay, you are in Vlora, live in Vlora? Yes, in the Vlora. I am origin Moroccan. I come from Belgium. Kurban Bayrami është një nga dy festat më të rëndësishme të besimtarëve musliman. Kurban Bayrami sipas traditës islame ndërron gatishmërinë e Ibrahimit për të flijuar djalin e tij, Ismailin, si veprë e nënshtrimit ndaj urdhrit të Zotit.